Përshëndetje, në këtë video do ju flasim për Nicolas Maduro, njeriu që udhëhoqi Venezuelën për më shumë se një dekadë, nga rruga e tij drejt pushtetit deri te ngjarjet dramatike të fundit në vend. Nicolas Maduro Moros lindi me 23 nëntor 1962 në Caracas të Venezuelës. Para se të hynte në politik, ai punonte si shofer autobusi dhe u aktivizua në sindikatat e punëtorëve. Këtu nisi dhe karriera e tij politike. Në vitet 90, ai u bë mbështetës i fortë i Hugo Chavez, një lider karizmatik që nisi revolucionin e tij socialist në Venezuelë. Maduro luajti rol aktiv në lëvizjen e Chavez dhe u fut fuqishëm në politikë. Pas zgjedhjes së Chavez si president, Maduro mori postet e larta qeveritare, u zgjodh antar i Asamblesë Kombëtare, pastaj u bë ministër i punëve të jashtme dhe më vonë zëvendës president i Venezuelës. Kur Chavez vdiq në mars të 2013, Maduro u emërua kandidat i partisë dhe fitoi zgjedhjet e posaçme për president, edhe pse me një diferencë shumë të ngushtë votash. Si president, Maduro trashëgoi një vend me pasuri të mëdha nafte, por me probleme ekonomike të rënda. Gjatë qeverisjes së tij, Venezuela kaloi kriza të thella ekonomike me hiperinflacion, mungesë ushqimesh dhe ilaçesh dhe miliona njerëz u detyruan të emigrojnë në vendet e tjera. Qeveria e tij u akuzua për manipulime zgjedhore dhe shtypje të protestave, ndërsa opozita dhe shumë vende të botës e konsideruan qeverinë e tij si autoritarike. Në vitet e fundit, përpara 2006-s, zgjedhjet presidenciale ishin shpesh të kontestuara dhe kritiket folën për sanksione ndërkombëtare, duke përfshirë edhe akuza nga Shtetet e Bashkuara për korrupsion dhe trafik droge, të cilat Maduro i mohoi. Në vitin 2025, ai u rizgjodh për një mandat të tretë në një proces që shumica e vëzhguesve ndërkombëtar e quajtën jo legjitim. Në një zhvillim dramatik, në fillim të vitit 2026, Maduro u kap nga forcat e Shteteve të Bashkuara gjatë një operacioni në Caracas dhe u transferua drejt New Yorkut, ku do të përballet me akuza ligjore, në një nga momentet më të rëndësishme në historinë moderne të Venezuelës. Nicolas Maduro është një figurë shumë kontroversale, nga shofer autobusi te lider i një prej krizave më të mëdha ekonomike dhe politike në Amerikën Latine. Historia e tij tregon se politika, ideologjia dhe konfliktet ndërkombëtare mund të ndikojnë në fatet e një vendi të tërë.